por do vazhdojmë që më thellë të jemi në namaz dhe më të koncentruar në namaz. Këtu na duhet tash të flasim ndonjëherë ju themi xhamatit, ti e fal namazin, por koncentrohu në namaz, koncentrohu në atë elhamdulillah, koncentrohu në atë lutjen e dytë, dovës që e ban, edhe mos jetë namazi vetëm shkeleshko, mos jetë vetëm namazi hina dola, por mundohu që ta përforcojsh këtë namaz, ose ti japsh formë më të mirë që inshallah Zoti të ta bëjë më mirë kabul. Na nuk i thënë se ai që ka dalën ti s'ke namaz. S'kemi drejt. Na ka ardhur xhami, elhamdulillah. Alhamdulillah. A është u fal, po, s'ke drejt më thon ti u fal, po ti s'ke namaz. Jo, ti këshire vetën tënde. Mos e merr me qerit. Por e jona çka është, nëse shohmi mangësi te dikush në xhami ose te një xhamatli, e jona është me këshillue që ta përmison gabimin dhe ta përsose ibadetin sa më mirë që të Allahu të jetë i pranuar. Inshallah.